Voka, si mendoni, si do jetë qeveria e ardhshme e Rama 4? Do mbajnë ndonjë ministër në Të qeverinë gjithë ka? do zhduken. Kush janë ministra sot, të gjithë do zhduken. Plani i zotit Rama është që kush ka qenë ministër të zhduket. Pra të rri deputet i thjesht. Zoti Rama ka një model shumë të sofistikuar dhe shumë të çuditshëm. Pra, nuk e keni parë ju, zotit Rama i arreston 10 politikan, gjen 100 politikan të ri. Çfarë do thotë kjo? Ndryshim, spastrim, heqje përgjegjësie. Pra, ishin këta 10 hajdut, i heq këta, i xeron. Merr 100, nga 100 gjen 10, i promovon, i fut në vendet kyçe, i mban, i shikon, i teston, i vlerëson, i çon deputet dhe në fund fare i thot, ti do rish deputet, ministri do vëjë dikë tjetër. Po leadership kjo do të thotë që ti gjeneron figura të reja, i pozicionon në vende të ndryshme dhe përveç kësaj, figurat të cilët kanë një rëndësi për ty, i fut në një pozicion që ty t'intereson. Pra, për mendimin tim, unë mendoj që gjithë ministrat që janë këtë legislaturë, në legislaturën e re nuk do të jenë. Mund të jetë vetëm në një figurë, një që firmos gjithmonë në mungesë dhe në porosi të kryeministrit. Pa ai duhet vendosë atë që beson kryeministri. Pse mendon që e bën këtë gjë ai? Sepse zoti Rama ka një natyrë. Natyrë e tij shumë e bukur. Pra, kam skandale brenda llojit, nuk mund të bëhem polic nga mjes deri në darkë. Ata të cilët unë i kam testuar, do i shikoj që mos më dalin edhe mos rezultojnë të hajdut. Është natyrë shumë e mirë. Edhe leadershipi, edhe natyrë që e ka çuar Partinë Socialiste nga fitore. Tani, a kanë fituar duke vjedhur? Është çështje tjetër ajo, s'merrem. Po deri tani në këto kushte që jemi sot, zoti Rama ka përdorur një makineri që është shumë ndryshe se sa Partia Demokratike. Partia Demokratike s'ka rëndësi ka skandale, ve Flamur Nokën aty, ve Albana Vokshën aty, ve atë Palokën aty, kaq është PD-ja, nuk zgjatet, nuk ndryshohet dot, ty s'na duhet, pse? Është ai që ka fol kundër nesh është me Edi Rama, nuk kupton. Nuk ka rëndësi kjo gjë. Sa Rama ka bërë diçka që s'kan bërë këta. Ishte Valteri të gjithë këta individ që ishin kundër Ramës, Rama i mori i tha hajdeni. Dhe sa këta të PD-s fleti kundër atyre në kuptim që ore ndryshoni se nuk po shikoj gjë mirë, tabel dhe ky është kundër nesh është aleati Ramës. Ta kush fiton? Fiton ai që hap dyert. Jo ai që bllokon dyert dritare, derë, tarat, zgjitha. Ai nuk fiton. Ai është i izoluar. Ndërsa zoti Rama në aspektin politik është shumë liberal. Nuk është në krahasimin në Partisë Demokratike që janë aty të konservuar njëri me tjetrin, intriga, të gjitha këto, ka diferencë. Prandaj zoti Rama ka recetë shumë të mira dhe të shëndetshme. Pavarësisht se si e drejton dhe çai ka ndal. Por Rama është shumë drejt dhe kalon më përpara. Pra, në publik ka, për shembull, po të kishe në politikën e zotit Rama dhe në një qeveri persona politik, zoti Rama do kishte kosto shumë të mëdha. Ndërsa zoti Rama çfarë ka përdorur? Ka hequr ata të cilët janë persona politik, ka vendosur teknokrat që s'kan aber nga politika dhe kur dalin aty recitojnë, nuk thënë asgjë politike dhe gjithë barrën e politikës dhe konsumit politik e ka çuar tek opozita. Ndërkohë opozita shkon edhe bien në lojën e zotit Rama. Rama investon tek përçarja e opozitës, bën çmos që të përçahen sa më shumë, që i gjithë vëmendja e publikut të shkojë tek opozita dhe të thonë, derisa këta nuk janë gati, çfarë pushteti do të marrin? Prandaj zoti Rama, për mendimin tim, përdor një recetë shumë të mirë dhe shumë të drejtë dhe të denjtë. Ai hyri në punë $6 milion shqip Partisë Demokratike me kompaninë e lobimit. Së pari do të presim të publikohet, një, e dyta, a hyri në punë apo jo, nuk ka vlerë kjo gjë. Kontrata është 24 muaj.
në 24 muaj të kësaj kontrate do të shikohet qartë çfarë do të bëhet. Po kujdes tani, këto dy gjëra, të cilët asnjëri nuk i jep vëmendje. Ke një kontratë lobimi, ke edhe një, do të thoja, kohë politike, prezence, që është 20 janar 2025. Cila është? Ardhja e Trumpit. 24 muaj nga ardhja e Trumpit do bën ndryshime. Do bën gjëra të cilat nuk i kemi parë dhe po zhvillohen, po bëhen në realitet. Po akoma nuk ka ardhur impakti çfarë konkretisht ne na ka prekur dhe si na ka prekur. Ndërsa tek lobimi pam që departamenti amerikan dhe institucionet e tjera amerikane kanë marrë mesazhin, po nuk janë kaq shumë aktive për të dhënë përgjigje, por e kanë marrë mesazhin. Që do të thotë, situata që ne jemi sot, është në një situatë ku dhe investimi që u bë nga kontrata e lobimit, edhe nga lacivita që erdhi në Shqipëri, nuk është se erdhi dhe bëri diçka ndryshe. Por çfarë bëri? Bëri atë që duhet ishte bërë me kohë, që amerikanët të mësojnë të vërtetën. Sepse jam i bindur që amerikanët nuk kanë mësuar të vërtetën dhe nuk janë informuar sakt pse Berisha është shpallur në ngrada dhe pse Partia Demokratike Amerikane përdori Berishën për të goditur Partinë Demokratike. Dhe kjo gjë vjen nëpërmjet një lobimi informues që duhet të bërë për të mirën jo për Partisë Demokratike, jo të Berishës, por demokracisë në Shqipëri. Ka keni pak të përplasjen e fundit mes Elon Musk dhe Donald Trump? Të dy janë biznesmen, nuk janë politikanë. Të dy punojnë në bursa ndërkombëtare dhe përsëri ato punojnë për një bursë tjetër që quhet politikës, që janë futur në kohën e fundit para se të dalin në pension. Loja e tyre është e bukur. Kërkon vëmendje, kërkon hetim dhe përpunim të mesazhit që ata përcjellin. Për shembull, a del Masku dhe të bëhet demokrat ty? Mua mund të ndodhi. Biznesmen janë ata. Pavarësisht pozicioneve politike që janë në Partinë Republikane. Po ato janë në Republikane të blerë në kuptimin republikan. Pse? Sa ata nuk kanë qenë asnjëherë në asnjë kohë politik bërës republikan. Që do të thotë, për mendimin tim, ata po bëjnë një lojë të bukur, e cila unë mendoj se do të jetë një lojë kundër Partisë Demokratike Amerikane. Masku mund të shkojë edhe tek demokratët e të luajë viktimën e një Trumpi arrogant. Pse bën këtë gjë? Sepse do të shfrytëzoj brenda republikanëve hapësirën për të qenë një kandidat i mundshëm pas Trumpit në presidencën amerikane, dhe në momentin kur do të prishin pazaret brenda llojit, gjithmonë mund të jetë si një aktrim, si një lojë, të shkojë dhe të kërkojë nga demokratët që unë të kandidoj në emrin tuaj si demokrat në zgjedhjet presidenciale të vitit kur do të vinë 2028, mos gaboj 2029. 2028 do të jetë. Pra do të thotë që kjo është një lojë e bukur se si kundërshtari jot të vjen në shtëpinë tënde dhe të sjellë dhe rivalin e vet që mund të ketë partia e tij në 2029. Interesante si ide. A mos është kjo një lojë që Donald Trump po zihet, po themi në duke me Elon Musk në kuptimin që ta bëj kundërshtar dhe pas në zgjedhjet e ardhshme ky të bëhet president Elon Musk? Po ju a thash, kjo është loja. Është një lojë e bukur që unë po të sjell ty kundërshtarin tim. Që pas meje të vi Masku ose të vi ose Pence. Pra do të thotë që ata po organizojnë kush do të kandidojë në partinë kundërshtare. Po është rrezikshme kjo.
s'mundet kur kundërshtari të sjellë kë do të kandidojë. Prandaj Partisë Demokratike Amerikane po i kanoset një rrezik. Pse po i kanoset? Sepse Partia Demokratike Amerikane nuk ka më alternativë tjetër që të kandidojë. Harris u dojq. Nuk mund të dalë më kandidaturë. Po çfarë duhet të gjej Partia Demokratike Amerikane që të vendosin? Pra, rasti Obama ishte e bukur sepse sollën një recetë që të zgjoshin gjithë njerëzit për të drejtat, lirit, demokracitë amerikane, një afroamerikan i cili ka edhe ai të drejta. Më kupton? Pra, e qetën, e rregulluan direkt atë tabelën. Nga aty ku ishin të konservuar Amerikan, opa, erdhi ndryshimi dhe çuditërisht Obama pa u zgjedhur akoma president të Shtetet Bashkuara të Amerikës, u priste në Francë, në Gjermani, koncerte, aktivitete, djathtas majtas. Ju nuk ju duket e çuditshme, po sepse ishte kundrejt republikanëve. Dhe kështu do të bëjë përsëri Partia Demokratike Amerikane, që të gjejë veten e saj, të rikthehet në pushtet, duhet të shpiki diçka, në rast se nuk e shpik ajo, ja ka shpik kundërshtari politik. Po kjo është më e rrezikshme kur kundërshtari politik të shpik kundërshtarin e vet në zgjedhjet e ardhshme. Sepse është i veti, nuk është asnjëherë jote. A mund të thotë e njëjta gjë me Partinë Demokratike Shqiptare? Po, si puna e zonjës Tabaku, kur të lavdron Erion Braçë, edhe kur të lavdron ky Gonxha, është e tmerrshme. Zonja Tabaku është për mendimin tim është djegur politikisht. Për mua ka dyshimi që ajo të bëhet kryetare e Partisë Demokratike. Jo mund të kandidojë për kryetare e Bashkisë Tiranës. Sepse zonja Tabaku është përgëzuar nga gjithë socialistët, është e pa imagjinueshme kjo gjë. Të duan kaq shumë socialistët? Si u do që të zoti Këlliçi? Ti me gocë martosh, nuk martosh me vjerrin. Po ama vjerri është i PS-s. U dojq. Tani në Shqipëri jemi. Kështu ndodh, kjo është situata e vërtet. Kam dhe një pyetje të fundit lidhur me situatën politike në vend. A ka gjasa që Partia Demokratike të riorganizohet dhe të ndryshojë lider politik? Zoti Berisha duhet të japë dorëheqjen, por duhet të jetë aty të garantojë procesin ashtu siç duhet. Dhe kryetari i ri apo kryetaria e re mos të marrë partinë në mënyrë të deleguar, po të marrë në mënyrë të natyrshme nëpërmjet zgjedhjeve demokratike brenda Partisë Demokratike dhe duke qenë gjithmonë të hapur dhe pa vendosur tabela tek njerëzit, kush është kundër në mendim apo në vlerësim të disa veprime që bën Partia Demokratike, nuk duhet të quhet armik, mund të quhet kundërshtar, po kurse si armik. Partia Demokratike, me sa kam kuptuar unë, kush del kundër saj dhe thotë nuk jam dakord me këtë pikpamje, quhet armik. Ky është gabim. Është gabim i cili nuk sjell Partinë Demokratike kurrë në asnjë moment, në asnjë rrethan, në fitore të brendshme për t'u hapur, por as nuk e sill Partinë Demokratike në një hapje të brendshme, se kjo është akoma më e rëndësishme, e brendshme brenda llojit që të dalin figura të brendshme dhe të sinqerta të dalin. Prandaj unë mendoj që Partia Demokratike duhet hapet përpara rreth vetes, me individ që ka brenda saj dhe pastaj përtej saj. Po nuk gjenerove figura të rej brenda vetes dhe po nuk i dhe shansin atyre, nuk mund të vinë të tjerët nga jashtë. Sepse ai që është nga jashtë, do thotë, kur ai nuk e formon dhe nuk vendos brenda vetes figura të reja për ta komanduar, drejtuar dhe shikon po të njëjtat figura që dalin po të njëjtat individ, në fund fare nuk ka asnjë shpresë, asnjë të ardhme. Prandaj për mua Partia Demokratike u luftua në mënyrë të padrejtë nga Yuri Kim, nga një faktor të tjerë, të cilët Partia Demokratike duhet ishte rezervuar, pavarësisht gabimeve çfarë ka ndodhur,
unë mendoj që Partia Demokratike duhet të hapet brenda llojit, brenda vetes dhe në vazhdimsi jashtë. Por garantori i kësaj gjëje duhet jetë Sali Berisha, që Partia Demokratike të vazhdojë të jetë parti opozitare për sa kohë do të jetë në opozit dhe duke uruar që ajo parti historike të ngjitet në nivelin e dur dhe të bëhet dhe përsëri një parti pushtetare e cila të vi dhe të qeverisi vendin. Po pas një reforme, reflektimi, rigjenerimi të thellë dhe me pasoja të rënda për disa individ që duhet kujtohen që karrikja përfundon dhe stafeta duhet të lehet tek një brez tjetër. Nuk do të them i ri në moshë, sepse mund të jetë edhe i vjetër, po figura të tjera të cilët nuk kanë qenë në pushtet dhe nuk kanë qenë deputet shumë vite, të cilët s'kanë më çfarë të japin politikbërës shqiptare. Kush janë ato figura politike në Partinë Demokratike që mund të zëvendësojnë Berisha, nëse ka? Për mua Luciano Boçi është një figurë e pranueshme, Josefina Topalli një figurë e pranueshme, sepse na duhet pjekuria politike, patjetër na duhen njerëz të cilët nuk kanë lidhje me paratë e pushtetit. Për shembull zoti Boçi nuk ka qenë ndonjëherë ministër, mos gaboj, vjen nga radhët e shkollës, e shkencave. Zonja Topalli ka qenë më përpara ish kryeparlamentare, e cila nuk besoj të kesh ndonjë akuzë ndaj saj penale për shpërdorim detyre për korrupsion. Pra, këto dy individ nuk ka se si të akuzohen nga pushteti për një fakt konkret kriminale, mund të akuzohen nga pushteti me prova të stisura dhe kështu, ashtu siç kemi parë për raste të tjera, por nuk mund t'i akuzosh me ata me fakte konkrete. Pra do të thotë që këto dy figura për mua mund të kem gabim, por janë figura të cilët ato ka Partia Demokratike, s'ke se si të dali dikush tjetër të thotë na unë po kandidoj. Pra, për mua këto dy figura janë. Pastaj figurat të tjera mund të dalin, por ato duhet të dalin në mënyrë të natyrshëm dhe nuk mund të dalin për shkak se është situata dhe koha. Në politik kërkohet jo vetëm pjekuria politike, po kërkohet edhe pjekuria e moshës politike. Që nuk kupton ti mund mos të kesh qenë ministër, ose mund të kesh qenë një pjesë të një kohe në qeverisje të vendit, por ajo nuk duhet të jetë me përgjegjësi që i kanosen përgjegjësisë politike të pushtetit të ekzekutiv. Prandaj për mua, zoti Boçi dhe zonja Topalli janë një ndër kandidaturat që unë njëra nga të dyja do ta mbështesja politikisht dhe publikisht në rast se do të ishin kandidat të mundshëm për të marrë drejtimin e Partisë Demokratike, por gjithmonë duke pa platformat e tyre se si ato do të i shfaqin në publik. Pra nuk është se do mbështes një person i cili është politikisht dakord me mua, po unë dua të di se si ky individ do të hapi Partinë Demokratike dhe si ky individ do të sjellë figura të reja dhe si ky individ do të garantojë vazhdimsinë e bashkimit dhe të trashëgimit që ka bërë Sali Berisha brenda Partisë Demokratike dhe pa diskriminuar dhe pa provokuar bashkimin e brendshëm brenda Partisë Demokratike. Avokat, shumë faleminderit. Edhe ju faleminderit për ftesën.